Njoftimin zyrtar i nisjes së protestës së thirrur nga Partia Demokratike ditën e sotme, ndërsa padyshim do të jemi në monitorim të gjithë pikave kryesore në terren me kolegët tanë. Vijojmë të kemë në një komunikim të drejt në këtë çast sërish kolegën Daniela Maloku, Razela Myslymaj dhe Siona Konomi. Siona, nisim së bashku, nuk e di nëse kanë filluar të mbërrinë protestuesit apo qytetarët, simpatizantët e parë në bulevard. Në fakt, protestues kanë filluar të vinë, por duke parë parasysh do të jetë fillimi, afër fillimit zyrtar të protestës, pa me tregojnë qartë se po themin numri protestuesve është ende i ulët dhe se policia pavarësisht e kishte dhënë po themi një paralajmërim për të bllokuar qarkullimin që nga ora 4, në fakt dhe tani që po flasin për shkak se numri i protestuesve nuk shkon përtej zonës së piramidës, vazhdon të jenë të qarkullueshme të dyja anët e Unazës dhe një pjesë e bulevardit Dëshmor të Kombit. Pra, policia po e vendos qarkullimin e automjeteve në përputhje me numrin e protestuesve, që deri në këtë momente është i menaxhueshëm vetë në pjesën e bulevardit, duke filluar nga piramidat e dy kullat dhe përpara kryeministrisë. Të shohim nëse kjo panoramë mund të ndryshojë në vijim, kur të vijë edhe po themi grumbulli protestuesve që është në Selin Blu, por për momentin kemi një pjesëmarrje siç ka qenë edhe të herët e fundit të grumbullimit e opozitës dhe qarkullim të pjesshëm të automjeteve, pra zona qendrore nuk është ende bllokuar, ka eksponent të Partisë Demokratike, deputet që janë këtu së bashku me ish drejtues të mëhershëm të policisë gjatë qeverisjes demokratike. Në këtë momente nuk mund të flasim ende për ndonjë episod apo për ndonjë situatë që vlen të shënohet në këtë moment të fillimit të protestës, teksa pritet ardhja këtu e Sali Berishës për të parë se çfarë shkon pas fjalimeve të protagonistëve të sotëm. Mirë, teksa gjithçka aty vijon e qetë, ne do të jemi sërish së bashku pas pak, shohim se çfarë po ndodh në Selinë e Partisë Demokratike. Është atje kolegja Daniela Maloku. Daniela, jemi sërish së bashku, ka mbërritur tani më lideri i Partisë Demokratike Berisha?